Mirdita, sot dua t'ju bëj pyetje juve, pra pyetje të situatës ku gjendemi, sepse në fund jam I bindur që do kuptoni vetë ju, pra pikërisht nga përgjigjet do jepni, se çfarë po ndodh në të vërtetë. Atëherë, pikë së pari, deri para vitit 2022, sepse në vitin kur ishte 2020 filloi problemi I madh, që krijoi një bllokim total. Por pas asaj filluan luftrat. Dhe pyetja e parë është, pse gjithë këto lufta, pse gjithë këto konflikte, pra konflikti me Rusia me Ukrainën, pastaj Izraeli me Palestinën, e kështu me radhë tani me Iranin, etj. Dhe orët e fundit mendohet që përveç Libanit, që tani Izraeli ka shkuar drejt Libanit, por mendohet që mund të ketë përshkallëzim edhe drejt Turqisë. Nuk do të ketë ndonjë përplasje, të paktën kështu mendohet. Por megjithatë, pyetja e parë është, pse gjithë këto konflikte pikërisht në këtë periudhë? Shiko, konflikte ka patur edhe më përpara, do thoni ju, por jo si tani. Tani janë intensifikuar dhe pyetja e parë është kjo. Pra, pikë së pari, pse? Dhe tjetra, kush I bën këto konflikte? Kush fshihet pas këtyre konflikteve sipas mendimit tuaj? Pra kush qëndron pas këtyre konflikteve që të paktën këtyre të fundit? Sepse thuhet që edhe me konfliktet e mëparshme, për shembull edhe ato të Sirisë apo të Irakut, fshihet një vend I posaçëm, pra një grup I posaçëm. Dhe doja t'ju pyesja juve se kush sipas mendimit tuaj fshihet pas këtyre lëvizjeve. Tjetra, kam një pyetje tjetër. Çfarë ndodh nëse bëhen luftra? Pra, sipas jush, varfërohet kush bën luftë? Pra ata që bëjnë luftë varfërohen apo pasurohen? Dhe ata që preken nga lufta, sipas jush, varfërohen apo pasurohen? Sepse këtu ka dy forma lufte. Njëri që provokon luftën dhe tjetri që bie pre e luftës. Pra në këto dy raste, njëri dhe tjetri, çfarë të mirash kanë dhe çfarë të këqiash kanë? Më falni, por e përsëris edhe një herë që mos të kërkoj, me fjalë, mos të kërkoni përgjigjet nga unë, do të dëshiroja që ju vetë jepni përgjigje, sepse jam I bindur që secili prej jush ka mendimin e tij dhe padyshim në fund do kuptoni vetë përgjigjet. Tjetra, deri nga vitet 1900, parafërsisht, po thuaj në Shqipëri për shembull ishte shumë e përhapur, deri nga vitet 1900 nuk kishte tregti me para ashtu si sot. Sot tregtia është vetëm me aksione. Kujdes, dëgjojeni me kujdes këtë sepse është vërtet e rëndësishme. Pra, deri nga vitet 1900, le të themi që ishte çdo gjë me pjesa dërmuese, po flas. Kishte para, nuk diskutohet, kishte monedari etj. Por pjesa dërmuese e tregtisë bëj më jep kaq të t'jap kaq. Pra vetëm me shkëmbim malli. Dhe nga momenti I vitit 1900 e këtej, 1800-1900, filluan aksionet. Pra nga ky moment bëhen aksionet. Tani, kush përfiton në këtë moment? Pra kush përfiton, kujdesë, thash kjo është ndoshta ajo përgjigja më e rëndësishme, sepse kush përfiton nga këto aksione? Sepse duhet të dini që tani aksionerët nuk janë ata që punojnë. Aksionerët tani janë ndryshe, sepse dikur aksionerët ishin ata që punonin, pra tregtarët e mëdhenj, merrnin mall pafund dhe jepnin shisni mall pafund. Kurse sot vetëm me numra, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet kompjuterit, bëjnë disa klikime aty dhe janë aksionerët më të mëdhenj. Kush janë aksionerët më të mëdhenj? Mund të ma gjeni? Do t'i lutesha. Dhe tjetra, mundet që këta aksionerë, ndonjëherë mundet çfarë, ose më mirë, pyetja, më falni. Këta aksionerët që kanë aksionet të mëdha në tregti, mundet që në momentet e luftës, çfarë kanë, çfarë problemesh kanë këta në momentet e luftës? Pasurohen sipas jush apo varfërohen? Pra aksionerët, ata që kanë vërtet aksionet të mëdha. Sipas jush, pasurohen apo jo? Ky është pak më kompleks, me një fjalë si përgjigje, sepse në këtë argumentin e fundit, është pak vështirë që të gjeni
burimet kryesore, por kryesisht njihen edhe pse njihen shifrat, njihen kompanitë, njihen ata që drejtojnë kompanitë e tjerë, edhe ndonse disa nuk shfaqen fare. Dhe tjetra, ku qëndron, pyetja tjetër, ku i qëndrojnë këta që qeverisin, pra njerëzit e mëdhenj, ku i gjenden, për shembull, masonët, iluminatët, sionistët apo ku ta di unë, të gjithë këta ku qëndrojnë, në çfarë pozicioni qëndrojnë dhe çfarë roli kanë në këtë moment. Pra mundet që këta t'i nxisin apo këta nuk flasin tani dhe janë neutro, sipas jush. Dhe tjetra, populli kërkon luftë apo jo? Kush e do luftën? Kush e kërkon luftën? Sepse deri, si thash, deri para pak kohësh, nuk kishte kaq luftra si sot. Nuk kishte kaq konflikte si sot. Tani kjo më bën të mendoj që dikush kërkon luftra, apo jo? Dhe doja t'ju pyesja, e përsërisja një herë. Më falni, por do të dëshiroja një komentin tuaj. Hajde, do t'i lutesha sepse diskutimet e përbashkëta, përveç se do t'i lexojnë të gjithë, ato që ti do shkruash kushdo qofsh, por kuptohet thelbi. Pra, kush i do luftrat? Kush i kërkon luftrat? Sepse populli nuk i do, apo jo? Sipas mendimit tuaj, populli i do luftrat? Me fjalë populli, nëse bëhet një grup njerëzish për shembull, mund të shkojnë kundër për shembull Greqisë apo Serbisë apo ku ta di unë, ju si thoni. Pra, populli e kërkon luftën apo e kërkon dikush tjetër, e bën dikush tjetër. Dhe vetë shteti, në këtë rast, shtetet, për shembull, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Turqia, apo vendet e tjera, sipas jush kërkojnë të bëjnë luftra sot apo kërkojnë që të jenë të qetë? Ju çfarë mendimi keni? Dhe nëse i përgjigjeni kësaj pyetje, atëre kush i do, kush i kërkon këto luftra sipas jush? Nëse sepse këto po ndodhin tani, kush i kërkon? Në këto diskutime e përsëris edhe një herë janë thelbësore për të kuptuar situatën ku gjendemi dhe që nëse se nuk do zgjidhen disa nyje në këtë periudhë që po flasim, kjo mund të përshkallëzoj edhe konfliktet. Po ja u them që tani këtë, sepse mund të përshkallëzoj, erdhi këtu zogu, mund të përshkallëzoj konfliktet që mund të shkojnë deri në Turqi, madje mund të shkojnë edhe më tej. Kazakistan, Kurdistan, deri në dal nga dal pastaj deri në Rusi, sepse projektet me sa duket këto janë. Megjithatë, çfarë roli luajnë shtetet, sepse pika e fundit, me këtë përgjigjen e fundit pasaj do të dëshiroj që këtu do e kuptoni vërtet. Në një moment kaq delikat, ku shumë nga këto vende janë aleat, për shembull, Evropa është aleat e Amerikës, pse Evropa rri asnjanse në këtë periudhë të luftës, pra Amerika me Iranin. Dhe tjetra, pse Turqia është asnjanse në këtë periudhë kur është me Iranin në këtë rast. Dhe tjetra, pse Rusia apo Korea dhe vendet tjera janë asnjanse ose nuk ndihmojnë vendet aleate. Për çfarë arsye? Pra, për të gjitha këto do dëshiroja një komentin tuaj dhe do kuptoni vetë ju përgjigjet, jo vetëm ato personale që keni ju, por edhe nga tjerë që do lexojmë këtu së bashku. Ju përqafoj pres komentet tuaja, kalosh një ditë të bukur dhe do shikoni që nuk ka luftë. Nuk ka luftë si mendojmë përpara. Do jenë çeta të vogla, vetëm duke ngacmuar një këtu dhe një atje. Për mendimin tim, megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj. Ditë mbar.